Okej. Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën gjeopolitike, zhvillimet e fundit. Çdo ditë kemi nga një lajm të befasishëm, sidomos nga Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që vendet e tjera janë në pritje. Në sulm është Donald Trump, por si ndikon kjo e gjitha në Shqipëri, në rajonin ton, por dhe në ekonomi, që tashmë lufta më shumë po bëhet ekonomike, pasi presidenti SBA-s ditë për ditë njofton tarifa të reja, sanksione, por ditë pas dite i heq për fat të mirë. Po për të folur për gjitha këto, kemi të ftuar zotin Përparim Gjeka, i cili ka përfunduar studime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka jetuar për shumë vite në Kinë, pra i njeh të dy anët, edhe realitetin shqiptar dhe të diasporës. Zoti Gjeka, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Më lejoni ta nis me një deklaratë pak ditëve më parë të kryeministit Rama që për Kinën, që tha Shqipëria është mjalti, pika e mjaltit, por vlerësoi tregtarët e Kinës, ndërkohë që duket sikur ishte një flirt i hapur, apo gabohen ata që mendojnë kështu si unë? Kryeministri Rama ka kohë që e ka përqendruar politikën e tij të jashtme për t'u afruar presidentit Trump. Sepse me sa kemi parë, ai nuk ka mundur të realizojë asnjë takim që kur presidenti Trump është në mandatin e tij të dytë, dhe duke qenë që Shqipëria është një nga vendet i cilësuar si pjesë ose si të paktën tranziti i narkotrafikut nga Azia në Europë, bile edhe nga South America, domethënë nga Latin America për në Evropë, atëherë ka dyshime të arsyeshme se Shqipëria është një vend i cilësuar si narkoshtet. Kështu që në këtë prizëm kryeministri Rama ka informacione më të sakta se sa mund t'i kemi ne, dhe mundet që tani ai është vënë në një pozicion të tillë që mund të jetë pak i vështirë për të, dhe është e arsyeshme që ai të mund të kërkojë një rrugdalje në këto pozicione ku ndodhet. Kështu që përmendja e Kinës si një rrugdalje për atë cepin ku mund ta kenë futur Amerika ose Shtetet e Bashkuara ose edhe vendet të tjera që të perëndimit, cilat kanë informacione të hollësishme për linjat e trafikut dhe për aktivitetet të tjera kriminale që mund të jenë zbuluar në Shqipëri. Kështu që unë e shoh në këtë prizëm, mund të jetë një rrugdalje, por nuk është një rrugdalje afatgjatë, sepse edhe Kina nuk është se ka ato, sipas informacioneve të mia, Kina nuk është se ka interes të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, ashtu siç e paraqet kryeministri, sepse Kina në rajonin ton ka aleat të tjerë më të afërt, siç janë Serbia ose Greqia. Por çfarë rrugdalje mund të ishte kjo, apo më shumë një sfidë, një shantazh është fjalë e madhe, po çfarë rrugdalje mund të jepte në këtë rast, nëse do për ta përdorur në kuptimin figurativ, do hidheshe në krahët e Kinës? Jo, prandaj them që kjo ishte vetëm një tip shashke e momentit, mendoj unë. Nuk ishte aq shumë e menduar ose në formën e shantazhit, sepse dihet që Kina vetë nuk i bën dot shantazh Amerikës në atë kuptim, por Kina ka në të lojën e madhe gjeopolitike që po bëhet, po revizohen disa shtete të cilat mund të bëjnë politikë të pavarur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ato deri tani kanë rezultuar të jenë shumë pak vende, në të cilat është vetëm për shembull është Kina, është Rusia, dhe vendet e Bashkimit Evropian kanë dashur që të
të veprojnë të pavarura, por siç e pam edhe në rastin e fundit me rastin e Grenlandit për shembull, që ato nuk mundën që ta mbanin presionin që u bën Amerika për kalimin e Grenlandës nga Danimarka në Amerikë. Kështu që megjithëse arritën në një farmase që ta mbajnë ta mbajnë balancën, përsëri mund të themi që Amerika në rastin konkret ka leverage, domethënë ka një farë si mund ta themi, domethënë ka dhe gurin dhe arrën në shumë gjëra, edhe me Evropën. Kështu që Shqipëria është një pikë e vogël në oqean, jo një pikë e vogël mjalti. Po varësinë si e kemi tregtare, raportet, çfarë vendi parë, 2, 3 shkëmbim nuk e kuptova importet, varësinë e importeve nga Kina si e kemi? Shqipëria? Po. Shqipëria importet dhe eksportet drejt Kinës kanë një peshë të konsiderueshme, të thosha unë, kështu në fraza krahasuese, por nuk është se janë jetike për Shqipërinë. Domethënë nuk është si disa vende të tjera që për shembull Rusia mbahet komplet nga importet e Kinës për shumë mallra. Kurse Shqipëria nuk i ka jetike importet nga Kina. Por mendoni që nuk kemi pse vendosim këto barierat, se derisa Spanja apo vende të tjera ju rikthyen marrëveshjeve të reja duke firmosur me Kinën pas tensioneve me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne pse do vetë censurohemi? Jo, po normal, unë nuk e kisha në këtë prizmë, e kisha që pozicioni ynë geostrategjik si antar të NATO-s dhe aspirant për në Bashkimin Evropian, patjetër që është i përcaktuar, ne nuk kemi luksin që të luajmë me shumë porta, dhe por ne çfarë duhet të bëjmë ne si shtet, nëse ne do të kishim një qeveri sovraniste, një qeveri atletare, ne patjetër që duhet të shikojmë interesin tonë kombëtar, ashtu siç e shikojnë të gjitha shtetet e botës. Por nuk kemi mundësinë, sepse ne duhet të kemi, si në radhë të parë duhet të kemi një shtet të fortë që qeveria Rama nuk e ka krijuar në 13 vjet. Dhe për këtë arsye mendimi im është që vetëm një qeveri sovraniste, një qeveri kombëtariste mundet që të futet në negociata në terma të barabarta me të gjitha shtetet e botës, pavarësisht nga fuqia që ato mund të kenë. Kështu që në kushtet që jemi, ne nuk e kemi këtë mundësi dhe këtë luks. Me këtë që e mbytët në fund fjalin, më sollët tek bordi i paqes, se ka shumë debate për këtë, si duhet sidhemi. Duhet sidhemi si Franca, si Italia, apo skeptik ndoshta si Gjermania, apo direkt edhe ta pranojmë pa kushte? Jo, ne jemi qoftë edhe për mirënjohje, për mendimin tim, nga çfarë ka bërë Amerika për ne dhe Kosovën, ne duhet ishim të parët dhe shumë mirë që ishim të parët, ndër të parët që e pranuam planin e bordin e paqes, siç e quajnë presidenti Trump, por jo se ne duhet jemi aktor në këtë bord paqe, sepse përsëri kalojmë te pika e vogël e ujit, jo te pika e vogël e mjaltit. Se shtetet tona nuk kanë fuqinë ekonomike që të mund ta mbështesin vërtet këtë bord paqe nga ana financiare, por ne mund të jemi vetëm dekor që ka disa shtete që janë aty, dhe ky në fakt është kjo lëvizje e presidentit Trump duhet parë si një lëvizje paralele për të zëvendësuar në rendin e ri global që po formsohet, ku organizata të tilla si OKB-ja e kanë humbur
peshën e tyre për të vendosur paqe, për të qenë një faktor ashtu siç i takonte të ishin. Për shembull, OKB-ja ka lufta në disa fronte që presidenti Trump me fuqinë e Amerikës ishte në gjendje që ta vendoste, për shembull në Gaza, fundin e luftës. OKB aty po s'ka mundur që të imponohet palëve, kurse presidenti Trump me fuqinë e Amerikës nga mbrapa arriti që ta vendoste paqen dhe me vendosmërinë e tij dhe të politikave të tij, kuptohet. Kështu që derisa de facto janë balancat në geopolitik kanë qenë të brishta dhe OKB-ja nuk ka mundur që të mund ti zgjidh ato, në qoftë se Amerika me fuqinë e saj është në gjendje që pa OKB-n të mund të japë zgjidhje disa problemeve të mpreta të botës, atëherë në real politik do të thotë që janë prishur balancat e OKB-s dhe po kërkohet një rend i ri. Dhe ne si shtet i vogël dhe si thash si pjesë e NATO-s jemi të obliguar që të ndjekim Shtetet e Bashkuara në këtë plan të ri. Ju përmendet pak më lart narkotrafikun, shtetin, pra por prej disa muajsh është e vërteta, unë kam filluar ju lexoj në rrjetet sociale postimet, analizat tuaja. Lidhur me atë të narkotrafikut, por edhe analizat, qëndrimin, postimin tuaj. Lutem, çfarë mendoni? Ka një arsye me të vërtet fort që kryeministri nuk vajti në Davos të firmoste sot? Apo është me të vërtet arsyeja që tha ai që mes vajzës edhe babait zgjolla vajzën me lejen e babait për të qëndruar në Shqipëri? Dgjoj, unë nuk e di, ne vetëm mund të hamendësojmë, por unë mendoj që arsyeja kryesore mund të jetë mund të japim disa variante që mund të jenë. Një prej tyre mund të jetë që vërtet stafi i ngushtë i presidentit Trump nuk ka dashur që nëse vërtet kryeministri Rama është në ato listat që ata i dinë dhe për shembull në disa muaj ai nuk do të jetë më kryeministri i Shqipërisë, atëherë mundet që ata kenë shmangur ata vetë. E dyta është që kryeministri mund të mos ketë shkuar vetë për arsye sepse ai ndodhet në që të jemi të qartë. Kryeministri Rama është një investim i Fondacionit Soros për Shqipërinë, në Shqipëri dhe ai, domethënë, Fondacioni Soros me Alex Soros si përfaqësuesin e tij tani ka dalë hapur kundër këtij organizimi të Shtetet e Bashkuara dhe kundër presidentit Trump. Kështu që Rama mund të jetë edhe vetë Rama mundet që nuk ka dashur që të jetë prezent në këtë takim për arsye sepse është midis dy zjarreve, pra. Por mundet që edhe për këtë arsye ata ta kenë ekskluduar nga takimi. Domethënë vetë presidenti Trump ta ketë ekskluduar nga takimi. Domethënë ky është rasti i dytë. Rasti i tretë mund të jetë që Rama vetë duke e propaganduar ftesën në personal për bordin e paqes sikur ishte vetëm për të dhe sikur ishte një vlerësim shumë i madh për Shqipërinë e gjitha, ndërkohë kur do shkonte atje dhe do ishte nga fundi rreshtit, nuk e ka pranuar vetë si, domethënë do dukej ashiqare që ai do ishte vetëm një nga të fundit e ftuar atje, bile shumë bas presidentes së Kosovës Osmani, e cila ishte ulur në krah të presidentit Trump.
atëherë për të mos shfryrë të llumbacen e tij, domethënë që e hapi në Shqipëri, më mirë nuk vajti fare dhe gjeti një justifikim, mund të themi, që nuk është kjo arsyeja se Ivanka Trump erdhi në Shqipëri dhe ai nuk shkoi atje, domethënë nuk ka, kjo është për një logjik shumë të ulët, domethënë që të mund ta pranoj. Zoti Gjeka, ju i besoni këto teori që SBA mund të hyjë nëpërmjet SPAK-ut apo ai afati në 10 ditor që ka filluar numërimin mbrapsht tani? Apo ndoshta kryeministri kishte të drejtë me ato të vërteta që i tha opozitës në parlament që duhet zgjohet nga këto? Ndoshta ai i tha të vërtetat më të mëdha që duhet të çlirohet, të shkojë te votuesit, mos pres nga jashtë. Këto opozita në Shqipëri, ti mund ta kesh lexuar edhe në shkrimet e mia të fundit, nuk është fare në ato kushte që duhet dhe në atë pozicione që duhet të ishte. Me gjithë këto, pavarësisht se si Amerika, si mendojnë të huajt dhe çfarë plani kanë ata për Shqipërinë. Problemi kryesor i shqiptarëve është brenda Shqipërisë. Ne jemi ata që vidhemi për ditë, jemi ata që jemi një nga popujt e shumë të rrallë në botë, që gjysma e Shqipërisë, më shumë se gjysma madje në fakt, është ndjekur nga ky vend. Domethënë, ne jemi të genociduar si kombë, si popull. Dhe ajo çfarë ne me këto skandale të mëdha korrupsioni që jo çdo ministër, por çdo qeveri në botë duhet kishte rënë me kohë. Ti mund t'i dish për shembull në Austri ishte një ministër që u filmua në një resort në Monaco, I think, më kujtohet, edhe kryeministri Kurz atëherë dha direkt dorëheqje. Domethënë, një ministër i dyshuar bëri që komplet qeveria të binte. Pra, i dyshuar. Askina nuk do na pranote. Kurse ne këtu kemi një kryeministër që e mbron ministrin e tij të akuzuar dhe e mbron edhe ligjërisht, bile e mbron në kufi të absurditetit që ky nuk është një, prokuroria po kërkon pezullimin nga detyra të kryeministres për prishje provash. Dhe ky e mbron në kundërshtim me prokurorinë dhe me gjykatën speciale, që thot se ne duam që ta pezullojmë për këtë arsye, kurse ky, nëse do ta marrim direkt logjikën e kundër, do të thotë që ky po e mbron që ajo të prishi prova. Domethënë, një kryeministër, qoftë edhe moralisht, nuk mund ta bënte këtë. Domethënë, ai në vetvete beson që ministri i tij Balluku nuk është një ministre e korruptuar, jo vetëm që ai nuk e ka kapur vetë, që është detyra e kryeministrit që të kapi gjitha parregullësitë në kabinetin e tij, jo vetëm që strukturat qeveritare antikorrupsion nuk e kanë kapur, por i del dhe në mbrojtje. Në momentin që kryeministri i del në mbrojtje e korrupsionit, moralisht kjo qeveri ka rënë. Dhe populli duhet ishte në shesh dhe ta kërkonte. Bashkë me opozitën, se duhet ta nxjerrim tek opozita. Por opozita e trajton këtë çështje jo si një problem të popullit, jo si një problem moral, jo si një problem legjitim, por e trajton thjesht si një luftë politike midis pozitës dhe opozitës. Në momentin që duhet ishte opozita duhet ta kishte trajtuar që në momentin e kërkimit të prokurorisë për domethënë që e çojnë në gjykat, atëherë opozita në blok duhet që të kishte dalë me rezolut, duhet kishte dalë me
qëndrim të prerë që ne nuk e njohim fare këtë qeveri siç është, sepse është prishur kontrata me popullin. Populli këtë qeveri e ka votuar për të qenë flamurtare dhe promotore e integrimit të Shqipërisë në Europë. Për këtë ja dhanë votën shqiptarët. Jo që zëvendës kryeministria të kapet duke vjedhur shqiptarët, duke caktuar tendera, se këto tani janë prova, janë kapur me fakte, me celular. Domethënë, moralisht kjo qeveri ka rënë. Kurse për opozitën akoma jo. Kështu që ne mund të themi, sepse ne mund të themi me gojën plot që kjo opozit është fasad e qeverisë, sepse nuk është në gjendje që të ngrejë popullin për ta rëzuar këtë qeveri, ashtu siç takon. Ndoshta edhe ata pak optimist që kanë qenë me investimin e Sazan e shikojnë si shpëtim të Ramës, ndoshta po të prisnin rënien e tij. Mund të ikoj kjo tek jetëgjatësia e tij politike? Ai do të bëj askush se lëshon, ai do të bëj të vetën, askush se lëshon pushtetin por për pa presion, kuptohet. Nuk e lëshon njëri pushtetin pa presion. Ai do bëj punën e vet. Ne po themi se çfarë duhet bëjmë ne si popull, si qytetar, si shoqëri civile, si opozit, sepse është detyra jonë që t'i ushtrojmë presion një qeverie që e ka prishur kontratën me ne për ta rrëzuar. Kam edhe diçka të fundit, ju e përmendet pak më lart, por ndoshta nuk e di, a mund të vinë dita që mund të zgjedhim mes BE-s edhe SBA-s? Jo, nuk e besoj. Ne jemi pjesë e BE-s, edhe BE-ja me SBA-n, pavarësisht divergjencave që kanë, në gjykimin tim, ato janë demokraci perëndimore. Ne jemi Macroni thoshte po na trajton si koloni, kurse Holandi thash komedi, çmenduri e gjitha ajo që po bën. Dgjoj, këto janë deklarata politike. Në qoftë se do të bëj sot një sondazh në Europë që më mirë me Rusin apo më mirë me Amerikën, përsëri do fitonte Amerika. Por ka dhe një rrugë të mesme që tregtia mund shkojnë në raportet me Kinën. Nga ana tregtare, patjetër që Kina siç po duken tendencat tani, është e logjikshme që të forcohet marrëdhëniet e Europës me Kinën, për arsye sepse Kina ka një politikë të jashtme të përmbajtur, duhet të themi. Domethënë Kina nuk është agresive, nuk është ultimative në fakt në fundit nuk është saj të jashtme. Domethënë që ka sulmuar ndonjë vend, ka bërë. Është më e butë Kina, është më e butë, edhe forca e saj pikërisht qëndron tek butësia e saj. Domethënë ajo të imponohet me butësi, nuk të imponohet me forcë. Dhe në momentin që shumë shtete bëjnë një balancë, atëherë mund të zgjedhin Kinën. Dhe duhet të themi që influenca e Kinës në shumë vende, jo aq në Evropë, por në vende të tjera, për shembull në Afrikë, në Lindjen e Mesme, në Azi, është signifikative. Zoti Gjeka, unë të falenderoj shumë për mua, është kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë. Gjithashtu edhe për mua.